Përshëndetje, fatkeqësisht sot është dita e tretë e protestës. Reflektim ndoshta ka pak, po mjetet nuk kanë dalë në llogari qysh prej muajit maj për sektorin privat e fjalë, për trafikun urban diku në 2 muaj ose muaj i tretë tash vjen. Kështu që shprehim keqardhje për rrotarët se sot s'kan transport edhe ditën e tretë. Dhe puna do të vazhdoj atëherë kur mjetet dalin në llogaritë tona dhe i shlyjnë borset tona të natit dhe pagat ndaj punëtorëve. A keni pas mund të një takim me dika prej aktorëve? Po kem pas takim edhe me kryetarin dje, kem pas me kryetarin shoqatat me vetë, nuk do më thonë si jem dam për trafikut urban, qëllimi është i përbashkët, koordinim kemi. Po nuk pishohem se është diçka, pishohem fajtor ndoshta 2 partë, ose po do më largu prej politike, sepse autorët tonë janë gjitha partive, gjitha kategoritë, kështu që kem respekt njëjtë për gjithë, edhe nuk po do më përzgrin politikë as pak, i do mjetet tona, me dalë llogaritë tona, me shlyu borset tona, me pagu pagat dhe me fillu punën. Po, ta që ka reflektim, a mundim na tregu detajet? Po, reflektim ka se nesër u thirr kjo sa unë se jashtëzakonshme me kuvend asamblesë në komunë, kështu që nëse kalojnë 28 milion, nëse bortën 28 milion 2024 për këtë vit, besoj se kryhet. Tash shkojnë ato procedurat, po nuk besoj se vanon. Duhet me pas reflektim edhe qeveria, sepse jem tatim pagues qeverisë, kontratën e kemi me komunë, kështu që e kem zezë se të vend jashtë politike, por me pas atë efektin. Qëllimi i përbashkët, nuk kemi përsarja, s'kem dalje me trafik urban as pak. Jem njëjë.